Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të dashur, dhe mirëdita për gjithë ata që janë bashkë dhe kanë arritur nga punët, nga angazhimet e tyre ditore, që të ulen para ekranit, të marrin një kafe, një çaj, apo edhe mos ta marrin, sepse me që jemi Ramazan, disa nga ta nuk e marrin, por rrinë dhe e presin iftarin, por megjithatë, me rëndësi është që ditën apo pas ditën ta vazhdojmë së bashku me televizionin Arbëria realisht dhe me emisionin tonë të parë në detaje. Kur them detaje, nuk është rastisht që ja kemi vendosur këtë temë, sepse në detaje do të diskutojmë të gjitha muhabetet, të gjitha kronikat, diskutimet, brengat të qytetarëve, me që emisioni ka për qëllim që pra jush, para jush dhe bashkërisht të diskutojmë problemet, shqetësimet dhe me atë se çfarë zgjohemi e bim të flajmë, e shkojmë në shtrat. Çdo ditë do diskutojmë tema të cilat na prekon gjithë secilin prej nesh. Nuk di ka t'ja filloj sinqerisht sepse kemi përgatitur kronika, tema të ndryshme të cilat janë bërë vetëm për juve dhe kështu normalisht unë kam punën më të vogël në këtë transmetim sepse për gjitha këto terrenet, materialet e përgatitura janë kujdesur një staf i tërë, por që punën e tyre konkretisht ka ardhur sot ta prezantoj pranë jush gazetarja Elda Islami dhe Val Ajazi. Elda, mirë se erdhe, mirë se filluam bashkë këtë projekt realisht. Përshëndetje Valentina, jam shumë e lumtur që po startojmë këtë fillim të ri në televizionin Arbëria dhe jam shumë e lumtur që përvojën time të parë ju kam krah juve. Faleminderit. Përshëndetje edhe për shikuesit që po na shohin. Është kënaqësi për mua, është kënaqësi shumë e madhe, edhe qef edhe dëshirë me punu bashkë, e të ta njoft këtë entuziazmin edhe qefin për punë, unë veç po them që mos para vinë mësysh. Na shkoftë sa më mbar. Vali, shikues të dashur, me Valin jam takuar edhe më herë dhe kemi punuar bashkë, por Vali jam shumë e lumtur që këtë plan programin tjetër në televizionin Arbëria do ta realizojmë së bashku, jo vetëm me ty me Eldën dhe të tjerët, dhe mirë se ke ardhur tek ne. Mirë se të gjeta, mirë se ju gjeta shtëpinë e juve, një staf i jashtëzakonshëm Valentin, kam pas pamundur me e vazhdu profesionin tim si gazetar diko tjetër, derisa e bona gjetjen e dur dhe ti je ajo dhe tek e fundit e the shumë mirë që ne kemi punu së bashku, kështu që na ka met një lloj pengu, kështu që tash e kemi nis një rrugtim të ri, në fakt edhe uroj që me shku sa më mirë, nuk e di pse kam emocione, zakonisht nuk shqyhem për emocione para kamere, po gjithsesi ndoshta edhe ti na prezanton më së miri, po kemi me mundu që unë jam i thari asaj, më falë që po e marr fjalën, ndoshta halo pa na pyet, jam i thari asaj që me bë gazetarit mirë, me bë gazetarit mirë fill, mirë po edhe në një emision të tillë që është në detaje, ne kemi me mundu që prap mos me ik gazetarisë të mirë fill, mirë po me pru edhe me paraqit gjëra dhe të bukura për publikun e të Arbërisë edhe po ashtu edhe për juve këto. Nuk i pse për shembull me kërku falje pse për marr fjalën sepse ju jeni pjesë përbërëse këtij emisioni. Në thashë edhe më herët, unë di krejt materialet që i sillin nga terreni dhe janë tepër të mira, sepse shikues të dashur do të keni çka të shihni nga Vali edhe Elda që kanë përgatitur për ju. Por që po dua para se të hym në kronikat dhe ato çka i kanë përgatitur këta, të pyes Eldën se Elda kur i ke emocionin më shumë ti ose kur ke më shumë emocione gjatë terrenit, kur del për shembull me realizuni rubrikën tënde që të ta kesh tani intervista me profile të ndryshme. Emocioni që nga fillimet nuk ndryshon, emocioni nga në këtë profesion është gjithmonë i njëjtë. Por emocionet më të mëdha natyrisht janë kur takojmë njerëz që nuk janë edhe në gjendje të mirë, shohim gjendjet në cilat janë për shembull në fshat shumë larg, që nuk i ka ndoshta asnjë transport për me shku në punë ose në shkollë ose diçka. Natyrisht këto janë terrenet më të vështira që i përjetojmë si gazetar, po mbi të gjitha po besoj që ja dalim. A ke menduar ndonjëherë, a ke mundu me ndal ose mos me mujt me ndal për shembull me çajt me dikon në bashkëbisedim ose diçka, sepse më përpara në këto gazetarit tona klasike, më herët më thonin shefat ose ku i diun kush na thonin kur ishim në praktikë që nuk bën me çajt me bashkëbiseduesin sepse nuk dush me apërçu ose gjatë raportimit live ose ku i diun çka, por
Tash ka ndryshuar gjanat sepse gazetari mes me qenë hiç njeri sepse nuk mundet pa u ndiku nga një rrethon apo jo. A ke pasti ndonjë moment të tillë pak a shumë? E dim që krejt gazetarët mundohemi që mi fsheh të paktën para kamerave, por është e pamundur. Sidomos kur i kemi ato rastet më të rënda që përballemi, edhe i kemi përballë, domethënë. Zakonisht mundohemi që mi pas ato momente tona mbrapa kamera, po është e pamundur në disa raste. Po pra sepse jemi njerëz apo jo Elda. Dhe se herë që diskutoj me dikën, nuk e di nëse është e pamundur pa u vendos në një moment në vendin e atyre. Edhe normalisht emocionet shpesh herë na tradhojnë apo jo. Më vërtet jemi njerëz, po jetojmë këtu, kështu që Po për atë. ndonjëherë edhe emocionohemi. Absolut. Mendësia është që shikuesit tanë më tregu që ku jemi dhe ku kemi shku dhe për çka kemi shku. Apo jo. Po. Vale, kur jena të këto emocionet, unë di që do të njeh si person që qesh shumë, në aspektin që edhe të vështirësitë i kalon tu qesh. Por unë di që për ta persona kam lexuar që qeshin vazhdimisht, vjen një far boshti, një far kufizimi kohor që ata kur shpërthejnë mandej dinë me kohë kështu. Atë ka ndodhur një terren që dikush i pa planifikuar, me provu më të qitë për prej taktit në aspektin që me thonë s'po gjiroj shto dhe nuk mundet kjo më bo pjesë e ekraneve tona për shembull. Jo, realisht për mu është e kundërt atin, ka ndodhur që shpesh herë kom lal nështë kamerën se çto emocionet e një personi që qesh vazhdimisht, ndodh që e prekin me njerë dhe i dalin let, mu më ka ndodhur me u provu për shembull me terene nga më të ndryshme, qoftë sociale, ndoshta këtë sektorët në gazetari kom prek mirë, po kur arë punat e ato socialet për shembull te rastet që ndoshta e kërkojnë ndihmën e gjithë popullit, edhe në një moment kur ti gjendesh përballë një gruaje për shembull që jeton e vetme, mu personalisht, sa dhe që ndoshta nuk është në etik të gazetarit, mu më tradhtojnë lotemi. Edhe ka pas rast që kamermanin ka thosë stop se ti nuk mundesh me kajti, do shmja qajt hallin kësaj. Thjesht nuk u mujt, sepse ka qenë për shembull një rast shumë i ndihshëm që gruaja në fjalë ka kërku, nuk e kam kërkën, tek kisha pas një djalë sikur ti, edhe automatikisht ti nuk mundesh me i kesh asaj para fytyre, po kanë më dalë lot ndoshta vetvetiu. Masanej jum sfidu me aksident që jum përball vetë me to masanej, me njerë pas pushimit të aksidentit jum përball me një aksident që ka qenë i njëjti, vetëm ka qenë me fatalitet. Masanej kemi raste të ndryshme që unë po besoj të qenurit gazetar është një lloj punë hynore, sepse përballesh me gjithçka, je kudo, po gjithsesi mund çka më ka kënaqur shtin, ju mënu njerëzve me ju shku ato ku zëri tyre nuk u dëgjuat, qoftë institucionet, qoftë kudo tjetër nëpër nivele qendrore, qoftë ato lokale, kur bosh zoj i qytetarëve, po besoj që aty merr fjala kuptim kur i them që gazetaria është hynore. Normalisht kur duam ta kryejmë me shumë përkushtim edhe me shumë etik. Andaj po lidhem edhe herë me ato që thash më herët, etika në gazetari mu personalisht kënaq sepse ani pse jam gazetar, ani pse ndoshta i kam do primate të tjera që unë kam një kamerë, kam një mikrofon, mu i kon do me pengu, mu i kon do me përndjek, po gjithsesi në fund të ditës nuk është që du me e lëndu dikon, po thjesht jam thirr me punu si gazetar, ose mundohem m'jap zgjidhat hall, ose e la me çakaq. E çto dinamikat në gazetari, mu më kanë bërë që me qenë vali me shumë ngjyra. Vali që për gjitha sektorët mundet me prek, me spërkat ka pak, po gjithmonë të mirë shikuesve, edhe kur ti merr malli me këshir diçka të hajrit, po mundona me boca diferencën e gazetarëve që është vali, ju lutem hajde ta ndjekum. Jo vetëm vali, po qoftë Valentina, qoftë Elda, që ato e kemi si qëllim edhe si staf. Në fakt se ndoshta tregova pak egoist, mirë, po flas në përgjithsisht çaja është edhe ideja çka po dojmë me bë. Ne kudo që kur jemi në këtë vend, valna frymojmë njëjtë. Dhe qëllimi jonë është që bashkarisht në të njëjtën kohë t'ia dërgojmë shikuesve tonë ato se për çka na punojmë apo jo. Dhe deshta të ndalim shumë pak deri tek vali shikues të dashur, valin e kemi me profesion përveç se punën e gazetarisë e bën me shumë qef, nuk mundet me këtij formati edhe aktor. Që shuat seriali si Harrova dashuri e humbur apo realisht po, seriali unë pak a shumë në pika të shkurta historinë kam para se të dëshiroja të bësha gazetar, shkova për me apliku për aktor, por nuk u pranova. Gjithsesi e lash si një ëndër kështu në zemrën tem që një ditë bëhet, qoftë nuk bëhet, s'kemi çka me bë. Dashuri e humbur është një serial tin që është e pasqyru komplet jetën në për çka
ne jemi duke jetu, në për çka jemi duke kalu, edhe unë aty me rolin tim për ne ku arrit me u pëlqy pe publikut, edhe po m'pëlqen ai fakti që gazetari u bë aktor, ky aktori është edhe gazetar. E po besoj se si dy profesione i quaj art në vete, qoftë gazetaria, qoftë aktrimi, kështu që nuk është që kum dal jashtë kamerave, jam para kamerave, mirë po vali në disa versione të ndryshme. Shumë mirë. Një mix val në këtë aspekt, edhe si gazetar, po kjo shumë mirë, sepse të krijon një uri me njerëz me profile të ndryshme dhe kështu edhe zgjerojmë rrethim andaj edhe të kështu e kemi zgjeruar edhe burimin e informacioneve, apo jo Elda? Unë po du mund dalë të vali pak tek pjesa gazetarisë, po du me ditë, a ke pas ndonjëherë rast që e dëshpëru që e përmendë që atëherë kur nuk mundëm me përçu mesazhin ose me zgjidh problemin, a ke pas ndonjë rast tillë që e dëshpëru që ke thonë nuk mujta me çu punën deri në fund? Pyetje shumë e mirë për një gazetar që të paktën tina që është që ca vite ndoshta mundet me folë edhe më mirë, po edhe për mua po. Edhe jam një njeri që prap po du me folë me modesti, unë nuk muj me bë gjumin rahat. Unë prap po them që ndoshta këto temat që janë politike që janë ende më të zgjeruara, duhet mu marr me edhe më shumë me to. Këto temat që janë sociale në rast që dikuj kum premtu që unë ty kam mundu gjithçysh me të bot dera jote të paktën e dytë, sepse e para janë ata që s'ja kanë hiç për ata banorës e x ngjarje, nuk ka marrë gjumi derisa ja kum arrit me zgjedh. Paktën ato institucione përkatëse derisa i kum dërgu me një fshat të caktuar për me pa gjendjen se me çka janë të u përball, unë s'kum mujt me bë gjumin rahat. E unë mendoj që në punë është ai lloj i natit që duhet secili me pas, jo vetëm me nis edhe me la hajt se bëhet. Unë e kam atë natin e punës që o kam e bë o hiç. Prapë po them, pa i lëndu njerëzit vetëm të shku për një vije të drejtë që shkon vendin e dur ku po kërkohet. Ama mu dëshpëru nuk ka. Ka ndodhur që edhe kum plas pe natit dhe kum kajt, sepse jum nis të keshe, jum kthy tepër nervoz dhe më kanë tratu lot edhe kum kajt. Ata pyeta se shpesh na gazetari përballemi me sfida të lloj-llojshme që nuk e dim që na dalin rrugës, domethënë. Milon po të përgjigjem edhe në këtë sepse po duhem të jemi me si edhe tek çikusit ton. Ka pasur raste për shembull kur dikush nga terreni të është kërkuar të është lut mos me publiku një lajm. Por normalisht me mbrojt identitetin e tij, po na e kemi mbrojt çdo herë sepse etika e gazetarit ti kufizon do gjona, jo veç pse jemi gazetarë dhe mundemi me hi kudo. Me hi mundesh, po jo gjithçka me plasu në opinion, sepse mundesh apo edhe s'mundesh, se kanë herë dhe s'kemi mund. Kështu që ka pas raste kur dikush ka kërku mos me plasu çat lajmi që ti ke xhiru, por që e ke pa që edhe ke vlerësu që për opinionin ka qenë shumë e rëndësishme, edhe nëse e kishe minimizu lajmin, nëse me he krejt është mandej bjen jo profesionale. Dhe shpesh herë në mbrëmje në fund krejt terreneve nashti kom thonë që nesër, unë prej sonte kom e vendos me ik pe këtij profesioni sepse përgjegjësia mandej është e madhe. Po ta jap këtë adrenalin val edhe nesër mëngjes qohesh me bateritë e njëjta, full, kështu që veç fillon ditën edhe e sheh që kjo punë të bëhet tek dikur është që është e pashmangshme. Disa gazetarë që kanë punu sfidë që ti je çdo ditë me to, po të nesërmen e te kalon. Kam pas do gazetarë të BBC-s në Londër në seksionin e gjuhës shqipe, që më patë thonë, kur mbyll seksioni i BBC-s në gjuhën shqipe, Ilda më thanë, kur të lejsh gazetarin, ata veç në ka dalë në penzion tash, sepse u mbyll mandej seksionin e gjuhën shqipe, thanë, kur të lejsh gazetarin, ki me pa sa shumë të ka konsumu këj profesion, po kur se ke ditë. Sepse të marrë non-stop në presion, stres, në adrenalin, edhe ti mësohesh me qatë rutin. Kështu që menësi është që derisa të bëjmë punën tonë, të bëjmë në mënyrë të duhur, edhe në mënyrë transparente të jemi sa më afër shikuesit edhe njerëzve që jemi këtu. Vale më herët e përmendi që qëllimi jonë është me qenë dera e dytë e një familje, një problem, e diçka. Vali kësaj radhe ka qenë dera e dytë e një grua shikues të dashur që ka përgatit fli. Para me ndo fli në Ramazan për ata që të nditën, punojnë, angazhohen, anin fëmijë për shkolla, rrisin fëmijë, edukatore, doktoresha, polet, zjarfik, çka do, edhe e mbajnë Ramazanin, se seriozisht unë për vete i tham bravo ju koft. Por e aq më shumë kur vali me Ramazan ka shku edhe e ka xhiru atë grua atje për cilin do të na tregoj për kronikën. Edhe sa sfiduese ka qenë. Val na tregon në pika të shkurtra te kush kënde kemi sot atë zonën e mirë që fliste edhe punonte flia, bashkë me to keni qitë edhe renda flisa apo jo? Kum bore në atë flisë më shtini edhe mu me punu. Tin vetëm për i theksoj edhe një herë që jam shumë pro asaj që
kur paraqesim një histori suksesi, çka do që mundet me bo njeriu, unë jam pro dhe me shku edhe qoftë me Ramazan ose qoftë ton ditën e me nej, ton natën, sepse ja vlen me opani diçka. Zonja Ramiza Osmani që vjen nga Kolovica e kryeqytetit, nga Prishtina, ajo realisht është një grua aq e fortë që ajo ka fillu gjithçka nga zero, në fakt tin. Gjatë luftës për ushtrinë shqiptare të Kosovës, ajo ju ka ofru bukë dhe bukën e fundit madje ja ka ofru atyre, ndonëse se sipas historisë së saj edhe fëmijët e vet i kalon unt për me ushqy ata mirë, po është një grua shumë e fortë që ka sakrifikuar gjithçka, edhe kur kërkush nuk ka besu te zonja Ramiza, e ka thonë që unë kam bëbë zoja vetit. E kanë kesh trajtu në një punë që ka qenë, edhe në një moment zonja Ramize, sipas historisë së saj, ka vendosur që me hap një biznes. Madje e mira realisht e keqja është që familja vet nuk kanë besu, ka thonë mam, kimu lodh, kimu dëshpëru. Kur ka fillu zonja Ramize me bo filia, atë pasionin e vet që ka kthy në profesion që unë po i them, ka qenë diçka e jashtëzakonshme, madje, sepse nuk po du me izvolu krecën story është, po historia e saj që një grua e fortë mundet me bo shumë gjëra në vendin tonë, sa të që thuhet që është një vend që jenë rritë standardet e të tjera për mos me hyrë në detaje, i ka shty shumë gratë të tjera që me u kthy në vendin e vet. Në Kosovë, edhe për me vazhdu me një farforme me u marrë me punë që edhe gratë mundën me ja dalë. Kështu që nuk po du me u zgjat, sepse në detaje në kohë të Ramazanit, së bashku me zonin Ramize kena realizu një intervistë fantastike, e që faleminderit shumë e kam rastin shumë që po ma jep mu storin e parë me në shumë këtë emision. Patjetër, kronika bashkë me Valin është realizuar edhe nga Bleroni, kameramani i cili nuk priton me ndjek ato rendet e fliset gjithçka tjetër, do ta ndjekim bashkë apo jo Vali kronikën e cila pasqyron jetën e një gruaje, punën në fakt, angazhimin e saj, që ndër tjera është thotë që dikush nga shefat e saj, shefat ja ka hongër shpirtin në këtë aspekt, apo jo s'ka qenë fort. Ajo e ka shty me u bë shefja e vetës. Shumë mirë, e ka bërë. shumë. Gjithmonë mujna me punu dikon tjetër, edhe dikush me qenë ai i thoi za sundimtari ynë, pse mos mu bë dikush që na jepim urdhra edhe na fitojna vet. Po besoj që nuk ka mesazh më të mirë për me fillu se kë i Valit, historisë të Valit në fakt. Atëherë prezantojnë kronikën edhe ndjekim bashkë apo jo me shikuesit tonë terrenin e Valit dhe Bleronit bashkërisht. Në vazhdim kronika një histori të suksesit së bashku me mua, me një ekip fantastike dhe me zonjen Ramize. I kemi majt, i kemi dhonë që besa edhe që kësë, po prapë e thëmë buka në ka pështu. Ti sa bo pytje, haki që të që ti shtare, në se nuk e vezi? Aj, ku. Sho zotën po disha, më i ti grua po mnin. Ajo ndjenja më e bukur qoftë në profesionin tim si gazetar ose qoftë si individ e jashtë kamerave është kur ndonjëherë e zgjedhim që ta lëm qytetin anësh e të vim ndoshta më në përfshatra më në natyrë. Kur them në përfshatra në natyrë, sepse ka dikush që nuk i humbet ato traditat që më përpara nanat tona ose të pare tanë gjithmonë janë marrër dhe kanë jetuar me një farforme me to. Nuk është hera ime e parë në fakt që viju në Kolovic, jo shumë larg kryeqytetit. Realisht këtu ka shumë zonja, e ka shumë zotëri në këtë vend që janë shumë punëtorë. Mirë po unë kam dikën specifike e cila periudhën e fundit, kush do ta mendonte që një zonjë do të në popull thuhet një fjalë do të mbes gjallë me punën e saj, pasionin e saj për kuzhinën me e kthy në një dashuri në profesion është fjala dhe të fitoj madje shumë prej saj. Ramiza Osmani është një zoj që e ka fillu me pak e sot nuk ja din skojnë të mirave që ajo vet i prodhon. Ajo tashmë ka dalë në treg me përgatitjet e saj, me përgatitjet e ushqimeve. E tashmë që jemi në muajin e shejtë të Ramazanit, zonin Ramize ne sot kemi mja marrë vetëm pak kohë, nga koha saj e çmuar sepse 1 minutë ose 1 orë për të vlen se ka shumë porosi, mirë po sot kemi me zhvillu një intervistë jashtëzakonisht të mirë me të, madje me u kthy edhe prapë në kohë, sepse kjo pasioni dhe profesioni për kuzhinën nuk do të thotë që vjen vetëm hajt, mirë po ajo ka gatuar bukë në fakt edhe për ushtrinë shërimtare të Kosovës gjatë periudhës së luftës. Një rrëfim dhe një histori e suksesi pas pak së bashku me ne.
Si e na shumë? Qysh je? A je lodh? A je mirë? Çka më puna jote e pandajshme kështu? Se di, zoti po më ndihmon. A shkojmë? S'po më lën jashtë. Mirë se ju zgjetëm. Zonja Ramize, une jo e nisa rasisht çka është puna jote ton kjo energji. Nuk e kam taku të paktën në krye qytet as edhe një zonjë tjetër me energjinë tone. Te për mene pa dyshim që është Zoti edhe do e pas parasysh që në këtë muj jemi në muajin e shtajt Ramazanit. Një energji e jashtëzakonshme. Unë atje jashtë a di çka thash, e ka fillu me pak, edhe sot nuk pjau din skojën. Prej të mirave, sigurisht, që vet i kanë ndërtu. Po, krejt, po. E kom nis me pak edhe thash, e kom nis me shtot voglën, thash ajo e vogla që ka bo. Po, a? Qa ka bo, e ka marru këto të modën, e ka ndërtu këtu, e kemi bo tamon vend punës, se ku pos begi, su konë vend i përshtatshëm, po kur të dojsh punën edhe që po nërë shësësh problem, pi grashe. Tete Ramize, na kena folë shumë ma herët, qysh e ke fillu gjithë shka, po du me ditë edhe njëherë, qysh ke ideja që me orë derin që të detë? Unë e di që e ke njësë me pak. E kom njësë me pak edhe për që di edhe gjithë herë e kom thonë, që shukon veç ideja ma, kështu e kom posë në plan, po jo me flija, me kom posë plan diçka tjetër me bo diçka temen, mo ideja e veç u konë mu largu për një venit punës, se gjithë herë kom të kujmë kom të punu, dësha mu largu për që ati veni, edhe si opcion e bona, thash po du me bo diçka për vejtë. Se mos po bo shef i vetës? Se ko shefa që ta lodhin, s'mënesh me duru mo, edhe e poshë mo, nuk mëj me duru, për që ata drejt po të kalzoj, thash, pse mos më bo në shef vetës tem. A pushove në i periud për asë më janis vetë, a di se të lodhi puna e kalume dhe the, jo mërë të pushoj, heqo punës, po du më marrë me kur gjo. Kum pushu pak, kum pushu një optit në ashtaj më pushku. Edhe me një herë në punë. Edhe me një herë, ja kom nisë, kom e nu 1, 2, se për që s'mu i me jebë gjevop, se kom e ndu. Që me qenë se së një jebë gjevop, se s'mun është mi jebë logariton aty në telefonin shtu moment dhe po bën, nuk e dja është për rësi shko kape lirisht. Përshëndetje. Por, dale. Mirë falinderit. Po. Harit përshëndes të këto. A ka fillu e gjithë Kosova të Ramize, kështu po e generalizojmë një farë fjole. Me të gju për Dina Mejlen, konkretisht për ty. Po ma mërmenja që po se ku po shkoj, me njëherë po thënë, që kjo gruja si pjek flija, që kjo gruja ku pjek flija. Edhe në Shqipni, kur kesh si vjetë, kur në Libanes, me njëherë, që kjo gruja, dhe në shpedi, po edhe të mje ku më mrona ambullon me shku, edhe ore po njëna shumë që më thonë se si jam ashtë e madhe, si me në gjithë qaja që jem konë, nuk jam ashtë menje e madhe, asë më rritet menja, se kur gjësë kom bote ke fundit një punë, flija e sere tradicionale, po qysh po ngushtu, me një fjallë me thonë se si mësu halo, adin kur të më shikoj njerës dhe të thojnë, adin u mepin për parësi, atë motat në ambullon tu, adin që më presin në dashuri, që me thonë, me epin një leksionin me dashuri. Ishtë mirë një pak, po edhe një mirë, po një nga dhe që ishtë po ngushtu. Ideja është që ti e me kom për toke, të Ramize, dhe nuk është që e ke mendjen e madhe. Një shtytje shumë të madhe, realisht edhe që jo shumë shpesh e shohim në shtatet generata e nanës time, se që je dhe ti që në TikTok ke qenë shumë aktive. Je dhe tash, a ndoshta TikToku ty ta ka jepat hezin që shtojmë ne dhe edhe të publiku? TikToku po edhe fol juve gazetarve, aje kuptohet, po edhe mas shumë t'i e thëmë, a këtë fol punës teme.
se kum punu edhe punoj qështin me halal, e moj higienin e moj e kam nivel, adin zdu, më thonë vëlla, e kam adin për porësi edhe hajtë të bëj shkele shkose, të lopa i ndyrë, ose hajtë më siloj të pësijat mirë, se e kam për porësi, menoj adin edhe qatë zotit sheh. Ajo fjolla popullore që thujnë është ma letë me bo se me mojt. Edhe menoj që edhe qatë, se kum bo mirë, shumë kum bo mirë, edhe shumë kum bo më bëk, që shtojnë me qëto duhet minja, vesh në luft, për shemull. Hajda, këthemi pak në luft, këtu do shta me dollë. Na shta tash qajo ka dale, ma ka servue edhe zoti, edhe shëndetin, të në rëndë por, po edhe suksesin në punë. Qysh e mon men qatë periudhë, unë e di që sa do mirë që na kanë ardhur punë me u kthy atje është këgja një pardhimbje të Taramize, në kohën e luftës, ku ti ke bo mirë me buk, po ajo qa kena përjetu, është këgja dhimbë kështu, po du pak mu kthy me ty atje. Më thonë drejtë... Qka ke përjetu te që me orë puna mi ju dhonë buk? Kum përjetu kur i karon NATO-ja këtu në Prishtinë, se na jena fshatit. Edhe këta qytetarë krejt kanë orë në fshat. Po. Në fshatin tonë në Keqeko. Edhe i kemi strehu, kejtë shpinja u kemi lëshu. Tash me thonë refugjas, s'moj mi thonë refugjas e nina, dhe qysh si fyse me thonë refugjas, se ata vlasdën e më tratuna. Unë e kom flejt në podrom me fëmijën e mi, dhe me burën tem që ja kem qu edhe dhomat kejt komplet. I kemi majt, ju kemi dhonë që besa edhe që kësë kanë marrë buk të onë për 4 dit, se dhe atje në katon e kom furën, unë i kom gatu 100 kila mil. Shtisha buk shë mrume, dheri sa arshin buk, që tisha buk në ore, sa më isha. Në fund, kur erdhen ma ju dha floka dhe ma hovës tënë, u metën buk të në furë të pjek. Edhe i mdollë për shpije pas një ka fshot buk, për fëmijën e mi. Po në rrugë, na ka ra me bujt një natën e gatshme, mos si për luft, me soqa, me mil, me gjithë shka. Edhe i kum pjek soqat për traktorit, edhe kum gatu në rrugë, që në s'ket rrugës, i kum qi 2 pogace, pash bile adin të në këtë buk që e kum me, bile fëmija mi mos të ndesin, mos shkoj pa hongër, se e posh që se bashkë atë në makaks, që u bo që ajo masakra e madhe, që asaj dhe në karo me kalu, po prap e thëmë buka në ka pështu. Buka në ka pështu se që shkemi kalu na, që shkemi kona, edhe kera lejt, dhe më me 14 prill, jemi dollë pri shpis, kera lejt që të në Prishtinë, 42 antore në konë, kena nejt 5 javë. Deri me 22 maj. Me 22 maj jemi njësë për Macedoni. Vëmë treni i fundit na i në konë. Treni i fundit? Treni i fundit jemi konë, i kum pas fëmijën e vogël, i kum pas burrin me shtoga se tu bojt që shto njerëz i prike, ju dhe i ke buk në shpe edhe që i ke ka keshë në rajonet ku gjinis të sebepet e veta dhe shka. I ka pru, i ka dhonë, ju kena jep buk në shpetor edhe i ka të fillu. Po, e kishëm në hamarin me grun. Edhe e po në të pak milje ushqimet, në thalë me shku me blu, mulli, i mushën thest me grun, edhe ju ka shuk traktori se ka ndosh policia, dhe i ka lajmru ata që shenë lajmru që... Po. Edhe ka shkil traktori, sot da dit i gishtat e komës, është më dhe komën sakat. I ka me t'ki gishtat e drejt, se e ka shkil traktori pe këtu, pe këtu, vesh kryt, e ka x, edhe s'ka thonë zoti me mejt pa ta. Edhe burën qashtu, me shtoga, kitë lëmë mjek s'kesh, me vishka e mojshëm na me krype me kep. Se vish i dashin gishtat prej venit. Fëmin djallin e mëllën e kum pas 3 vjeç, fëmin e vogël, qiken e madhe e u kon 8 vjeç. So fëmi ki krejt? Tash i kom 5, se kom një mas lufte. Mashallah. Vish atër në luft i kum pas 4, 2 djemë edhe 3 vojze edhe 1 djallin kum pas. E tash edhe mas lufte e kom një. Dhe më hëmë tash edhe ajo rritu bo burë 2003. Me jetë gjatë.
Edhe aj e kom pitina e kom pas, e kom shumë që mëllon për krohin shumë të madhe e kom pas. Për ka puna, për me vazhdu. për ka TikTok, me hi live. Se në fillim bile kur e ka thonë e qelo me edhe neve, mu do ke shumë absurde, të shashur me hi në TikTok, a vedin unë po njerëzit, po ka dal, edhe shpejt. Jo ka dal, po shumë shpejt ju mësu. Unë të kom po që realisht edhe shpesh ju ke kthy edhe përgjigje njerëzve, sepse shumica din ndoshta edhe me komentu negativisht, përgjigja jote ka thonë që ju po më këshoni, unë po punoj. Edhe me një farë forme, me modesti po marr pare. Edhe është puna gjithherë, se kur të kom kallabllak flia kur nuk i laj, se shkaku më duket shumë ignoreme. Absolut, po. Mos me mujtë ja u këthi komentet. Edhe gjithë kur kom a pak flia i laj, shkaku që qka që të më pysin, ju të regoj. Asë një sekret se moj se më pysin qa piqet vrumit, qa piqet harqit, për shemull me baklava, qa piqet pejta. Këtë recetën kërkojnë mjavë të regu ato? Absolutisht krejt ja të regoj, hiq. Se riskun tënë së nda merë kërkosh. Edhe qka është aje pse me mojtë sekret, se edhe në kumë pyjtë plot, edhe ma kanë mojtë sekret, edhe kër i kumë pyjtë bërë diqka. Po sot jemi nesër si jemi, qka pe merë qatë sekret me veti, pse mës me shpërdo me popull? Absolut. Edhe është se vahë, me shpërndo seret qka i din me tjertë. Se dhe mos me rini, me vojzat e reja, tash që po pritojnë, me gatu, po pritojnë. Vojzë të reja ki vojzën tonë që është të një mua aktualisht. Që besa edhe vojza kjo, edhe vojza e madhe, po edhe vojzat e vojzat, dhe mon mesat, edhe ato vinë. Si të vinë ko, me një herë, se në me burë përnoj që to, dhe hajtë gjësh pushot e pak, e shtin një ndjerin i pjekun furë, si përkollë. Realisht, me folj me ty, ti hapë shumë tema që unë personalisht knas nga të folj. Po du me të pytë se me qenë se e preke këtim. Edhe po du me të lonë pak me punu. A je e knasht me qka ke rrit, e me qka keni trashëgu, qoftë fëmit e fëmive të dhe generatat që janë të ardhë? Shumë jam e knashne edhe për shkak që peshtot generatat e reja, jam shumë e knasht, po edhe me nipa me mesa, se i kam nën nipa mesa, nën herë jam gjyshe. Ha, mashallah. Edhe jam deri që tu jam shumë e knasht, po edhe qysh jam të i po, qysh jam të rrit, qysh jam, se normal tash edukata miret edhe brez pas brezi. Po. Edhe qysh u ku me eduku në fmin e mi, tash këto pe për cilin, përpon edukatën të fmijeve, deri me tash jemi... Edhe kjo knatësia ma madhe? Që kjo është knatësia ma madhe. Tirat, veç që shkojnë e vinë. Tirat jënë lëks. Të Ramize për vetë fatin që nga të regohë dhe në fillimit u detyrove me ndërtu edhe një furrë. Qka të shtyju drejta nej? Porosit e shumë ta, apo ushtun edhe... Ushtu edhe me një... Tjera ushqime? Po, me një ushtu, e kum bo me pizza në samuna, po dhe pitet, ushtun edhe pitet, se ka pos pite ma pak, ka pos porosi, e pitet, në ato s'po mëjmë i pjek shkoku që s'pjavla unë flia trenin. Po. E kum bo qëto, po këto muj me shfrydzu edhe këtu se skor, edhe muj me pjek kingja, se është 1 metër e 20, është hapsira mrena. Po. Këto tash kjo është që mund gjigondja. Që mund është me, porosit mund është mja dole edhe shumë ma letë. Po, tash nuk refuzoj porosi, shkoku që më ka dush me refuzu, shkoku që ju kom furra e vogël, po tash me qëto, pa me marmenja që s'ko me refuzu. Ti nuk e refuzu as ma herë, ja ke bo dëqysh, për nuk i ke refuzu. Në qëtë periud që është Ramazan, apo është flia prapë se prapë më e kërkumja jo? Jo po prapë se prapë është me kërkumja flia, se shkoku që tash po throsin në për iftare, edhe... Me një fli i krynë musafert? Po, me një fli të madhe, për shembull 30 euro kushton, i qëtë 20 pjata, 20 vetë, edhe jashtë që të pak korez, pak mish, pak diçka, edhe u kry iftari për 20 veta.
Shumë mirë. Apo të falenderojnë të Ramize masanej për darkën që përja kushtën kur? Shumë kam komente, shumë më falenderojnë, edhe nashta dhe që ato më motivojnë edhe ma shumë kur te merë, se kur lodhë ma për shamu se të iftorin për veti e bëjnë mëngjes. Po. Se për ndryshe jes pa iftor, e pregaditi mëngjes e lohë gatshëm, ose me shme pjekë në fond, ose me zi diçka që s'mi shvore. Edhe qatë që lodhë na, kur t'i marrë për shamu mas iftari, i marrë komentet pozitive, o të lumë dorë, na ke knoqë, o kështë, është knatësi që ty të shtin me vazhdu. Qura tani pak prites, vesh të ashta e folja këshomin, pi pak qaj edhe me njerë, më orë milote pësijat, më bo goti vendin për të nejsë për mja fillu. More te qiken e punësove, qiken e pas këtë punësu me te, po t'ni mëjka, po që shu bo burin që e binde, mu bo t'i sheficë tina. Pytja me shti, nështë ta vërtosht, qka të thonë me pos gru sheficë. Po, e po që... Jo, po du më të pyt për me këthy pak në humor, po du më të pyt se unë e shë dhe një jashtëzakonisht një familje shumë të bashkume që rrugtoni zbashku të Ramize. Po komplet, edhe djalli i vogël, edhe qika e madhe, dhe ajo për vikend vjen punon, edhe dilave vjen vloje e me dhe i punon, po i punon par rrugë, vesh vullnetarisht vjen unë i manë. Apo? Vloj i vogël, ato e kam gjdo dile këto të dojnë kratë dja. Shumë mirë, që kjo është kur je e bashkume me familjen tone. Unë të kumpyt herë në kalume, po edhe me sa poshtë në reklamën që e ke jashtë, me qmimet, tregomi pak qmimet që shiki. Qmimet qysh ja kom fillu para 3 vjetë që ato qmime i kam. Nuk e ndryshu kur gjo? Nuk kom ndryshu të flia, të pitet, s'kom ndryshu kur gjo, pak e kom bo një ndryshim të baklovat, se shkokujt që e rritë shumë qmimet, 13 euro 1 kilogram orra, për shambull, po të kushton. Absolut, po. E të flijat nuk e kom bos në plan, po të menu rrogat e vogla, gjithherë kom cekë. Edhe drut burri i merë katona, dhe në si blera, kem drutet e una, e kom po të arsyshme, por mos më rritë qmimet edhe më shku prapë me që do qmimet që jo kom. Edhe pse për shamull që pikja bohët pëshin e vetë. Gjithë shka bio është të to. Me mazë të fshatit, me pikja bohët me dru, ta mën me proshme si këtë në herë, po se kom po të arsyshme prapë ju më këthy e kom lanë që të qmimet që i kom pasë. Dojnë Ramize më të pytë, sepse definitivisht po du më të lanë me punu, më të pytë sa ja vlen me o marrë në ditët e sot. Më unë e di që në periudhën e gjatë lutës ose më tutje, ju kini jetu me një farfurme duke i bo këtë punë, sepse jeni me një farfurme ju ka detyru edhe vetë rrethonat e jetës. Sa vlen tash me o marrë, ti jetë duke o marrë, ndështë ta si mesazh për tjertë. Ja vlen edhe shumë vlen. Po, çdo grua më marrëmenja din duhet veç mos me pas kushfar mundësie. Por fëmin e vetë, bilet pakte një herë një javë, të pakte e kam fjallin. Me gatu për fëmin e vetë, adin me ditë me qka pe ushqel, që me ushqy ma shëndetshëm, për mos me hongër jashtë. Edhe për mi adol, jo më si shtë. Edhe është mirë puna, morë për shemull, më boj e pamvorne, edhe sa mirë është. është knatësi kur ti jesh e pamvorne që së më vorësh pi kur gjofit. Qka të vynë, se për para që e dina që kam puna e grave, për shemull një porë pusa me i ble, ose diçka, je u detyru për shemull me alu i burrit, ose kunatit, ose vjerët, apadin, para se që që në thonë. Edhe me nëzjenë bare, alisht, atë pare. Qashtë. Nuk është që, unë e thash edhe njëherë që me ty me bisedu, kemi shumë qka me bisedu. A dalim pak jashtë ta furrave, jashtë ta flisë, a dalim pak të turshia, tek kërkesat që ke bo për një serë, për me vazhdu me bo bashkë, qysh po qëndrën me qitë pjesë? Po edhe me atë pjesë ju marë, edhe pas se i rriq, me kështu jashtë që i kom bo, edhe me ato kom pos kërkesat shumë, ta me qatë ta pak vend që kom pos shumë përfitim normal, edhe kom pos shumë kërkesa se edhe ato kuptuvet, i kam gjithë shka bio, të bashkës të
nuk i qes diçka pesticide, dhe diçka për ose konservon sa vinë brona për me konservu, edhe çaj më konë shumë e knoqë në për shembull si vjetë, se ku jam konë me një televizion edhe më kanë po shumë njerëz në smundja të ndryshme, që kanë thonë që ka nashta 15 vjet ose prej luftës nuk më hangur turshi shkoku i një smundje, edhe e ka lyp një me sa me provu, kur e ka provu, e ka po që s'pe më në lukë, u bëmi që ka shtegla, edhe në kanë bo shumë rezervime. Ka ndodhë për i komunave tjera, i ka bo 10 tegla, për shembull, edhe që ardhë me marë e ka qelë. Teglën e ka provu, ka unoha kinë që ka që, po bje bile burë, po grupë politë që ka që konë kërkesa, s'ma shumë, e si vjetë ku ma apliku për një serë, në komunë, nëse më aprovohet edhe ajo, po ma mërmenja që kom e rritë edhe ma shumë kapacitetin e për turshi. Me speca, me trangoj, me qkas. Se të gjitha i vjellën bosh që tonë. Po më rejnë që të në tokën tonë. A keni ujtë bëllë shumë? Po, i kemi bunarin, i kemi hakë, mos i kemi ato. Ka ujë, ka ndodhë që e kemi lonë bile, e kemi harrull shut, nashta në prej iftarit e në sëfër, e kemi harrull shut edhe i ka qilu që ashtu kemi ujë mjaftushëm. Edhe këtu e përdori bre ujtë e pribonarit, edhe nuk e kemë të lidhë me ujë sjellës heq. Po, shumë e mirë. Po tash, kjo është vesetun nxehtë. Këto s'kam temperaturë, po e kam me tulla, kur të zbordën tulla e para fundit, kur të zbordët, do në jahiku që ato qka janë të dhejzi, qes naturën tjetër, e shkepi prushin edhe i kam mantija me porosi, edhe kam samuna për iftar me porosi. Për iftar? Po, e pjeku në qito. Vesh kjo tash derisa të nxehet, nuk shti kur gjë. Du të mjahik ata floka që janë të dhe zajtojna una, se dhja Po. Për mos mi ordhe i ratin, edhe këtu bot pjekja, dhe unë i pjeku mantijat besekëm, gati sa munat i bëj po heret edhe pak. Deri para kohës e iftarit, sepse bëhen më shpejt. Po. Ti sa bë pyetje, haki që të që ti shta arena, se në pëllezi. Aj, ku. Mos ja rrit menën se tani ajo erifja o halitet kestët, kësit flia atje që të me dhe mu. Hajde inshallah dije, bismillah. Po sho zotë po disha, më i ti grua po mnin. Ha? A jenë mirë se... Po vallaj super. Për një me? Se po shlugur atë shumë se del shpet letë rohë. Për një me ha? Ha ma pak dhe më thonë. Ma pak. S'ko këna une domaqenat që shqytë një? Qashtu. Je po, jo domaqen... Pita me hull del me mirë. Pasha besën. Ja, po ta besaj ty ma mirë. Qysh ja bën për transport? Qysh a vini marrin apo e keni bo sistemin me javë dërgu? Jo, i dërgujna. Djali jëti vogël, garant. Djali i dërgon, djali vogël, po edhe tash në Ramazan po është mundësia, edhe shumisa po vinë edhe për marrin. Se iftari po është një orë. Edhe po munona sa do pak adin me bo me rajone, për shembull këtë rajonin ka Vranjevci, Dragodanin, Fush Kosovën, edhe në morë sot, që kur t'ja nisë renë mi shpërndo, dje për shembull dhe kum pas Knejka Mariguna, Hell, Hajvalin, Brigun e Diellit, dhe unë të shpërndo renë. I ke ndo paka shumë rajone, të dhe është ma e letë për ty. Qashtë e kum po ma... E sot e kom Knejna, i Dragodanin. Po vi pak të ti se jam në fund, kështë pyetjes du më të marrë, du më të la me punu. Në rast që i shbo një garë, me gratë në Kosovë, me ushty paka shumë për
ushqime tradicionale. Si pas teje, so vlerësën vetën deri tash, a pse me vlerësu vetën pak është ndoshta tani para arrogancë, po për me kthy pak në relaksim. A kishe menu cilin vend e kishe nxonë? Ja, vendin e dikun 3-4. Se ju të parin? Ka mire ma mirë për thua? Po, se di, sa vetën... A që është aja kush se livdon vetën një koliba. Po, se di. Bash e ku menue një herë të shatë më ka një garë, se një diçka, një emision, diçka din, për... Se kum po adin, me ushqime tjera adin, Po. ka gara që i bojnë. Absolut. Edhe bash e ku menue një herë të shatë më ka një herë një garë, që është me ushqime tradicionale që kësha pas të me morë pjesë. Me shku edhe me nëzonë vendin e parë. Pa i për vendin parë krejt lëtoj. A di pse ta bona pyetjen, se për deri sa ti arrin me më thonë mu që unë i kumdara jo në të edhe zonat për qëj përësia, ku ka vend tjetër këto, për vetë të parin. Edhe i dyti i bën, po i pari... është maj mirë. është absolut maj mirë. Te ta Ramize, se bashku me familjen tonë, po du me të falenderu sinqerisht, se në ne, në kumbone me një, unë e heshtë Ramazanin këtë pas ditë e shqyqër, edhe në ndë ju uroj shëndet, edhe me vazhdu puna sa ma mire, sa ma marë. Faleminderit. Ti si gjithmonë... Knasia më është edhe e junë, ja, mos që po vini, po na vizitoni, po dhe po na boni pak edhe reklam. Absolutisht që po. Gjithherë puna e nxjerr punën, ti e kryen punën tonë, po edhe mu më bërë mirë për punën temë, kështu që... Uroj që me të shku gjithmonë kështu edhe mos u ndalë puna. Faleminderit. Edhe kryesor jashtë me pas shëndetin edhe agjerim sa më të lehtë, edhe këtu ditë sa na kanë bërë. Amen, inshallah, faleminderit. Po të lo me punën tonë s'po të përzina mo. Faleminderit. Ndjekum bashkë një kronik, një terren të Valit, i cili na tregonte se si përgatitet dhe si shkon e gjithë procedura e flisë, që realisht nuk është fare e lehtë 2-3 orë ose 1 orë, mos them të proj pak kështu, nëse ke shparetën e mirë që pjek mirë, e bën ma shpejt flisë. Nëse dëgjohet pjekja ose temperatura është më e vogël, normalisht që kemi vonuar me siguri dhe më herët që flin ta pjekun për 1 orë gjysmë apo 2. Po kur jemi te ushqimet, sot do ta diskutojmë një temë shumë të rëndësishme. Do të diskutojmë ushqimet, atë që hajmë, çka konsumojmë, edhe rrjetet sociale, që shpesh herë po harrojmë me shiu, shikues të dashur, ushqimin pjat, sepse po interesohemi që këtë ta përçojmë, ta zbulojmë tek rrjetet sociale. Unë shoh vetë në shumë raste, nuk po dua të gjykoj gjithë ata që po bëjnë, por do të flasin ekspertët për këtë punë se a është mirë apo jo ta pasqyrosh çdo ushqim që e han apo çdo pije që e pen apo s'ka rëndësi. Para se ta shijojmë ushqimin, po kujdesemi një herë ta fotografojmë, ta postojmë në rrjetet sociale, mandej ta shkojmë kështu po i hub, mandej shija gjithë shkafit edhe diskutimit edhe drekës edhe darkës. Për këtë do të flasim në studio me Edona Saliun, e cila është sociologe, është edhe kolege e televizionit Arbëria, por sot është në cilësinë e sociologës. Edona, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, po jam shumë e lumtur që jemi bërë 3... Mirë se gjej, da. Valin e përshëndetëm, a? Po, Vali e përfundoj pjesën e storjes së tij. Mirë shumë, sot, po, Edonën diskutova më herët punën e ushqimeve. Çfarë mendon për çështjen e fotografive, edhe video dhe çka do tjetër? Po, unë personalisht po du me fillu që kam edhe shoqëri do me thonë rrjetin tem që sa po të vjen ushqimi ose buka, le të quajmë kështu, gjesti i parë që kanë me marrë telefonat edhe mos i prekni. Do me thonë fjaleja e parë mos i prekni ushqimet, se do të me dojë sa ma bukur në... zbraz pjotën, po. Po, sa ma bukur në fotografi. Unë personalisht nuk është përdori shumë, nuk do me thonë nuk e përdori këtë shprehi, po ka njerë që e ka nështë edhe, qysh me thonë, hobi ose që apo di, që postojnë ushqim ose edhe merren me gjana ushqimore, po personalisht unë jo, nuk që e praktikoj ose diçka. Unë ma përpara Elda, them drejtën në kohën e pandemisë e donë, ishëm këtë izolum, edhe i vetë me arritje, se cilës familje ka qenë kush shka ma shumë
po bën ushqime ose kush po han më shumë dhe unë jam e sigurt se secili nga ne kena ashtu shumë peshë atëherë, sepse ishim të izoluar dhe ka qenë një kohë kur unë isha në shtëpi dhe për shembull e përgatitesha një pite ose një çka do të qoftë dhe pa ta filluar një 3-4 herë e don me paraqit në për Instagram, atëherë edhe TikTok pa ti atëherë si rrjet social bashkë është kriju për punën e pandemisë. E di që atëherë ka qenë pak më e shfaqur për anës tem, por më vonë dhe asnjëherë ma nuk e kom postu ushqimet. Unë nuk jam kundër atyre personave që për shembull e kanë profesion. Këto persona që dojnë ushqimet e tyre me i shit përmes ose biznesin me promovu përmes rrjeteve sociale, po unë jam kundër çdo ushqimi ose pije që servohet nëse s'ka të bëjë me biznes, me t'rregu se çka po është e vërtetë elt. Ajo që tha mos i prekni sepse duhet mos më duk pjatat e zbrasta, apo jo. Dhe kështu e don apo na fol pak e cilësinë. Unë përdallim për juve nuk e shoh shumë problematike në shta me qujqët aspektin, sepse tu e di që sot njerëzit komunikojnë përmes rrjeteve sociale. Përdallim prej të kalumës kur njerëz janë taku fizikisht edhe kanë folë në shta për receta të ndryshme, për ide, që ka me bo për drejt, sot dhe me thonë rrjetet sociale ja u ka njep qëtë mundësi njerëzve për me shprej kreativitetin, me shpërnda receta, edhe pse jo, dhe me thonë po nisna tash edhe prej vetës, unë për shembull i përdori kogja shumë rrjetet sociale, sidomos Instagramin, edhe si tip që kam dëshirë me i nda përvoja si të mirat, si të këqijat, postoj shpesh, qoftë ushqim, pije, apo çka do qoftë. Edhe nuk po e shoh shumë problematike këtë farë pune. Tu e pas parasysh që jemi në Ramazan, ndoshta ju kisha sugjeru tjerëve që këto fotografi të ushqimeve me i lëm pak mas iftarit, po, për shkak që normal në rrjetet sociale ka njerëz të komuniteteve të ndryshme dhe të religioneve të ndryshme dhe normal që pak mundet me të ndiku. Ta jep një farë presioni që peshe ushqimin edhe nuk po mundesh me hangër, po ndoshta mas postimet, mas iftarit, mundet me ta jep një ide, për shembull çka me bo nesër për iftar. Ose syfër. Po, ose në syfër. Ama pra se pra po mendoj që rrjetet sociale na kanë marrë një pjesë, domethënë të jetës tonë. Po harrojmë fakt me tu pa telefona. Nuk mundesh me ju. Edhe po besoj që nuk di apo pajtojnë me mu, po jena të një lloj jetuar që të pengese. epokën e teknologjisë, kështu që e kit pamundur, sado që ti ka një herë mundosh me e largu, me dëshirë, domethënë e largon, po e kit pamundur, domethënë nuk ki ka shkan. Kështu që për mua është case. Nuk e di, për donën, realisht e donë për ty, shumë gjana janë okej, e kom po me që jam në siguri se studion edhe sociologjinë dhe mundosh me arsyetu të gjitha shprehjit ose ku e diun veprat e të tjerëve, edhe kjo e bën mirë një farë lloj diferencë, një farë miksi të jetuarit apo jo. Edhe unë e di që mban Ramazan, por atë pengon ty, tash po folim jo si sociologe, por si individ atë pengon, ose atë ka ndodhur me herë, për shembull, kushtimisht po them, me lakmu në një ushqim që e sheh ose me të shku pak me ndjerën, shihen me ndi që është diçka. Po realisht po, jo veç gjatë Ramazanit, po dhe jashtë Ramazanit ndodh që tash kur e hap të Instagramin normalisht që përgatitesh në farë mënyre që aty mundesh me pa gjithçka. E do unë e di që po jeshëm për gjeni një farloj mesi edhe kështu që me qenë mirë me të gjithë, sepse kjo është një farloj kulture kur nuk e gjykon tjetrin, sepse por unë jam me Elda në aspektin që na ka fillu me na ikë edhe ditëlindjet, momentet e ditëlindjeve, edhe festat familjare dhe gjithçka tjetër, kur po thotë edhe Elda, sepse na mujna me gjyku tjetrin, por neve në rreth na ndodh kjo. E fotografojmë një gjë mandej ajo hec, nuk naqesh me to hiç. Sikur në pushime për shembull, thash po kalona pak prej ushqimit, në pushime Eld, në pushime unë pa ta fillu me bë fotografi për shembull ditën e parë s'është diskutuar punë hiç. Se lodhër disa ta ambientoshe ku e diçka, ditën e 2-3 bëj shumë fotografi e donë dhe i këshysha dikur natën ose tek kur kthesha pi pushimeve, se po mendoj që tu mundu mi kap kuadrat e mira, e me kështu sa like kena marrë kush na ka shikuar foton në videon, po të hec momenti apo jo. A e ndin ndonjëherë çashtu e donë? Po, realisht po, kjo është çaj farë
presioni social që ta jep rrethi, do të thonë, çato pritshmëritë që shoqëria i pret prej teje. Do të thonë, momentin kur dikush henë në rrjetet sociale, normal ai i pret ato pritshmëritë aden edhe këqyr çka ke postu ti ku je, çka je të bo, çka je të hongër. Kështu që nuk, unë prapë po them, nuk është që tash se cilin aspekt, që e tha dhe Valentina, mundona me analizu në të dyja faqet, për mirë edhe për keq. Normalisht që janë edhe ato efektet negative, po që mendoj që duhet pak me gjetë një farmese dhe me relativizu pak. Jo gjithmonë veç me shku ka jo, po na merr kohë, po na... Se o shumë thjesht, nëse te nuk dënë me shpenzu shumë kohë, ja bën vetës një farë orari dhe... Elen të ke fundit e orë natën, me kërësit edhe qosh për fotografi. Jo, më nësh me bo fotografin, po ndërkohë me postu kur do që ti je lirë. Edona tha që i përdor rrjetet sociale. Po du me ditë për Edonës, a ka pas në i rast dhe me thonë që ke thonë që ta shpejlohan ashtë pak? A je qa që letë me rrjetet sociale apo jo? Beso që s'ka pas. Jo, edhe gjatë studimeve... Shpa sociologi moderne. Edhe gjatë studimeve, kur nuk më ka ndodhë me... Kam pas edhe koleget cilat kanë thonë jo, e kam hek telefonin, jo. Qa të e kam pas librin, qa të telefonin, kështë që jam përgjigjë në shta dhe prapë kam vazhdu kënej. A në për një tjetër pyetje Eldë, a ja ke hek dikujt lajken e donë që ja ki bo një herë? Jo, se edhe like edhe gjithë shka tjetër varet prej kontekstit edhe prej rësanave. Në shta në qatë moment më ka pëlqy, e kam bo dhe qaq. Po, mas nesër mundet mos me më pëlqy, po s'ka lidhje, ajo u kon like asaj kohë. Kështu që jo, nuk ndodhë. Do të thotë Edona nuk po bëj ka pjesë në grupin e personave që mendojnë që rrjetet sociale ndikojnë negativisht në person. Se menoj që rrjetet sociale ta japin qatë mundësin me tregu ti kreativitetin, me shpërfaqe dhe një lloj identitetit personal. Po, apo mendojnë që e keq përdorin këtë pjesë? Po, normalisht. Okej, për kuptoj anën që me përdor për mirë, për pasion, okej, po a ka që e keq përdoren? Po, normalisht që ka, po prapë po them se jam të do shumë me relativizu, po edhe bukën nëse te pranë bën zarar, kështu që... Po, e vërtet, fiks. Kur jemi të buka, e donë, më falë, ishte në ditë një barcolet në disa takime që i pata tha, na shqiptarë tha për shembull e presim pas ulin 2 orë muzi, e në fund na dje këtu e hangër me lukses presim qato 10 sekonda. Por Elda nuk që kjo e krijon edhe një farloj mirë, është debat të them në thojza, sepse jemi këtu dy, edhe unë postoj gjana po jo ushqime, ti nuk poston po thu ushqime, sociologa po thotë që nuk është diçka e keqe nëse poston ushqime, dhe po i tregon arsyet shumë mirë, por unë mendoj e doon gjana e qëndrimit të tepërt Elda në telefon na ka shkaktuar shumë aksidente të panumërta dhe të mundu njërën e herë dhe rrugën me postu mande kena shkaktu aksidente shpesh herë kam përfunduar dhe me fatalitet fatkeqësisht. Dhe këto e ndërlidha sepse kemi të bëjmë me një rubrikën e Eldës e cila na ka bërë në mënyrën e saj më të mirë, një intervistë shumë të mirë, shumë efektive, me shumë detaje, me një taksist Elda na tregon më shumë për shikuesit tanë sepse po dua ta la këtë hapësirë me takon ty. Po, atëherë kemi pas kënaqësinë si televizion me bashkëpunu me online taksin. Njëri ndër shoferët ka qenë Arjan Hyseni, i cili ka ndohë përvojën, do me thonë e ka ndohë një ditë ti si një taksist. Edhe punën me pasagjer ka tregu shumë detaje për neve që e falenderojmë edhe publikisht. Edhe në storje kanë mi po publiku që ka qenë për me një bashkëbised gogja e hapon edhe e mirë, edhe me shumë detaje. Ka ndohë edhe përvojat që ka pas, për shembull ka shku dhe në Shkup pa pasaport, pasagjeri, gjana tilla, po kanë mi po edhe në storje që është një bashkëbised gogja e mirë. Edhe me siguri gjatë bisedës nuk keni përdor telefonin apo jo? Me shumë detaje, jo. Ta më puna. Me shumë detaje edhe kështu bashkarisht, pra, pyelojmë shikuesët tanë që t'jenë bashkë me Eldën edhe shoferin. Unë e kam parë gjatë kohës kur Elda ka përgatitur bashkë me montazherët kronikën, në fakt atë rubrikën e saj, sa është e gjatë Elda, dikon 30 minuta nëse s'ka paj. Dikon 30 minuta, po. Atëherë përfojmë shikuesit tanë që për 30 minuta e më shumë mos largohen nga ekranet tona, vazhdoni me Eldën edhe mësafirin e saj në terren dhe do të kthehemi pastaj bashkë në studio.
Përshëndetje për krejt shikuesit e televizionit Arbria, ndodhemi këtu në një ambient krejt tjetër, siç edhe po shihet ndodhemi në një vetur, në një nga veturat e online taksit. Unë pranë vetës e kam edhe Arjan Hysenin, njërin nga shoferët kësaj kompanie për transport të pasagjerëve të online taksit. Arjan, mirë si u gjeta. Mirë se keni ardhur. Fillimisht unë po lidhem, se nuk jem lidh hala, dhe po besoj që kena mirë respektu rregullat e komunikacionit, apo jo? Po, gjithë qysh rregullat e komunikacionit do të mi respektu. Po, tamam puna me na ndolë na i polis tash. Po du me ditë fillimisht që sa jeni në këtë punë, që sa e praktikani do me thonë me i bord të pasagjerët. Unë këtë punë e punoj që për 10 vite, po të online taksi jem që 3 vite. Kushtet janë shumë mira, veturat janë një ndër më të mirat në Prishtinë. Shumë mirë kaloj me ta, s'kam vretje, sa i përket punës, shumë janë korrekt për gjithçka. Tash jemi edhe në kohën e Ramazanit, po besoj jeni apo nuk jeni në Ramazan? Po, jam. Apo e keni problem punën, apo është më e vështirë? Po, është pak më vështirë se komunikacioni për dina nga që është në Prishtinë, po ja kaloj. Me orare nuk po e di që po bënën, a mund është me më tregu që keni pak oraret? Na me orare punoj me 3 ndrime, prej 7-ve në 3, prej 3-ve të 11, edhe prej 11-ve të 7 në gjensje ndrimi tjetër. 24 orë funksionon. A e keni në ndrim që është pak ma problematik? Që nuk e keni në është qaf me punu? Problematik se kësha qyta ashtu po është ndrimi natës që pasur në erë të pasagjerë të pit. Po provuja vetën, dime dhe si të silmi me ta. Po na e tregon ai rast, a keni has në pasagjerë të dihon? Po besoj masi që e përmene keni has edhe qyshin e përball me këto situata? Po jena mundu mi ndihmu edhe ati mi tregu, ka ndu që ka im taksi nuk ka ditë ku ka deshtë me shku. Kena prit pak ku qëtësu, edhe tani kena vazhdu deri në destinimi ku aj ka pas me shku. Që ka pas nevoj me ndihmu i kena ndihmu, shtu diçka ju. Po, je mirë që s'keni pas na i përvoj shumë të keqa. Po du me ditë, po e keni problem se tu e di që jeni të në kohës vequll, a ju mungën ajer mu qu me ecë ose me bëna aja aktivitet fizik pak ma shumë? Është pak aja është pak problem, po munduemi kur kemi pak na i pauzë në i sen, me dal pak jashtë veturës, ama është puna që pak në problem se vequllin, po. Qëto pritjet po përfoljet në Prishtinë, po përfoljet në fakt ju, po e shohim që po ka shumë kolona. Apo ju nervozojnë qëto kolona? Po na nervozojnë neve pak kolonat, po edhe pasagjerët janë pak... Me presion, Me presion, janë pak edhe si... Gati këtë përgura, po këtën? Se puna e taksit është që e shfryzojnë kuën, me shfryzu kuën me rri ma shpejt tak. Po kolonat, po varet për i ditë. Jo më ta që puna një që dhe djetë. A këshi mujt me krasu, a ka pas të lovit njejt edhe në qatë kokë në fillimet e juve, do me thonë? Jo. Se që ta shpresjoni është shumë i malë që po ka kolona, nuk po hina politikës, nuk po du me hi politikës, po du me dita, ka qenë të lovia njejtë në kryq qytet? Nuk kisha në thonë ashtu, ma herët ka qenë pak ma qetë, nuk ka pas shumë trafik si dashtë, si të mos që një 2-3 vite, po vrejet shumë kolona. Qa po mendojnë që po ndikon, a krejt po dalin me kera, që është në pytje? Është edhe aja pak, ama unë i kisha lutë të gjithë me përdor taksin, autobusin. Mos mi përdor kerët Mos mi përdor kerët personale. Personale, ama Prishtina, në të ditën jena në për Prishtinë, rrugëve, ama është puna që të thashë që 2-3 vite shumë për vrejtë komunikacion. Po më intereson me ditë naj ngjarje që kishe mujt me nda me neve, që të kam bejt në krye dhe në kujtesa dhe nuk harrohet. Diçka interesante s'kisha me, ose edhe cikletshme, ose edhe interesante, diçka që ju ka ndodhë. Ka ndodhë
Ko morë pasagjer Prishtinë, ko posë mundis për shkof në aeroport Shkupit, kena rrinë kufe, kur këshyre të kufinin nuk e ka pasaportën. Tani u duft mu thy me morë pasaportën, i ka u pa aeroplani, ka ndërë. Qysh ka qenë reagimi pasagjerit? Reagimi pasagjerit ka qenë. A e ka lona i këm fajtor apo vetën? Vetën e ka lona fajtor se na mundu me kur kemi termine për rrugë larta, i lam terminet. Thirën i lam terminet edhe shkojmë minimum një 15 minuta, 20 minuta para ku që na me prit pasagjerin, ju me na prit pasagjerin neve. Mundu me sa me konë sa ma shumë korrekt. Deri tani ja kemi arrit. Nuk kemi vrejtje. Shpresoj edhe kështu të vazhdojmë. Po shpresojmë edhe ne. Po du me ditë, i përmene paka shumë që keni pritje. A ka ndodhë për shembull që ju kanë thirrë dhe s'ka dalë Po. asnjë pasagjer? Që shini përballën këtu situata ose ai thirrni me ju bë presion ose? Po ka ndodhë, ka thirrë taksin, jam shku kom prit 10-15 minuta, nuk u lajmëro. Ka lajmëru poza, su lajmëru telefon, jem të rjek për asaj pikës, po vazhdo i lirë, po vazhdo thirrjen tjetër. A ka presion për shembull prej pronarëve që du të mi thirrë? Në fakt për bazës në këtë rast. Boza i Do me thirrë. thonë baza mirët vetë me pasagjer, ju vetëm prej baze i merrni. Na, për bazës, pasagjeri thirrë numrin bazës, që është reklama, edhe baza neve na qënë për pikës ma të afërt, të qaj person, pasagjeri që ka thirrë. Edhe nëse ai nuk del, ose pak ka vanes, neve baza në lajmëran. Del për 5 minuta, du të me prit pak, apo del. Po du me ditë edhe, e di që më herët keni vepru me radiolidhja, po? Po. A i keni provu ju këto? Po. Tash është në mënyrë digjitale, ma ndryshe, me telefonat menqër, apo? Po. A kështë mujtë pak me na shpigu këtë pjesë, qysh ka funksionuar atëherë dhe a ma mirë tash, apo? Atëherë këna pos me Motorola, që si që cike atë. Po. Atëherë u kom pak problem se të ka pengu edhe gjatë punës, se ka pos jo se të gjitha veturat i kena dëgju. E tash është sistemi me telefon, vjen thirrja, vjen ku ki me shku, ku tani jep destinimin, ku ki me dërgu pasagjerin, qatë në telefon, edhe shumë atë qetë puna, njërë shumë atë mirë kryet. Po du me ditë, a këni pas raste që ju kanë thirrë personat më shumë në shtetet smur, në gjendje të ranë që se kanë pas kërkën, që shini përballën këtu situata? Po, mu më kanë të dhe ku marrë një më shumë, s'ka mujtë me leviz, jem shku ku marrë të shpia, ka më posa me nëse mund me dalë me ndihmu, i kom dalë me ndihmu, e kom dërgu deri te spitali, edhe tani me tutja pet ka thirrë taksit e na, pet u dalë shoferi ka një mu. A përdin më nëmi sa ma mirë më s'jel me klient, duj me mas pari me respekt për punën, tani klient. Po grashta zona, ka që thirrën, për shembull? Po. Që janë pa kërkën tjetër, veç? Po, kemi asirasten të që thirrë. A hezitoni në këto raste, apo nuk e keni problem? Se kena problem. Se është, do me thonë, është gjendja shëndetësore, është diçka që po të bëjmë me... Me qatë vëzitjes, sa është ajën e vetur, më nëmi se me konë sa ma cjellshëm, sa ma vëzitje stabila vëllën, që mos me pengu kur qënë ato, edhe këtë shka është për rejmë. Apo më të regon tash, a ka na e sen që ju bën nervos ma shumë të me pasagjer, diçka që e ka naj vetit jo të mirë, mos të themi të keqe? Përveç komunikacionin me pasagjer, që na bën nervos, është puna që kur kem probleme në pritavlim, kur s'keme ku ndalmi, që aty nëse vanum pasagjeri pak, në problem për me prit, se ndikon, se blokojnë a rrugën, a butën, edhe që është pak si problem. Do me thonë, e tha që ka edhe kësi që nuk dalin, apo? Ka edhe si që e kanë thirrë taksin, shkojnë e pritën 10-15 minuta, thirrë poza, mas 15 minutave, nuk lajmërohet, ose shumë të të faltët, së për dalë tash, thirrë ma vonë. Në rast të vonesa,
çysh veprani, do me thonë, mundi me marrë klientë atje, apo i pritni për sa kohë që vënohen? Po nëse tregon baza që ai s'po mund me dalë dhe vjen një klient tjetër, na i them klienti rastit. Vjen ai klient tjetër, po e morëm atë, e dërgojmë në tjetër, tani parkumin e pikat e më të aftë. Në këtë pjesë diçka ma interesante, përmenin e ngjarjen në Shkup, diçka ma interesant që ju ka ndodhur? Diçka ma interesant që më ka ndodhur tash, një zuja mora, para 2 dite me kërë, kështë të tirë taksin, edhe në isha nol pak ma por, se s'kisha ven më nol në pjesën ku ka thira e bash. Edhe shumë pak metra isha nol aty, edhe ma bëjke, unë ty po të thëmë ma poshtë hajde, aja ka menu që i ka folë me mund të levan. Apo kuptem? Edhe tu ka shfry ty, do me thonë gjatë aja e ka shfryzu nervozën te ane, unë i thash po ty me mu s'ke folë, të këtir poza mu ka dërgu të te. Më falë tani janë, si s'jeve të mira, po... A ka shpesh kësi raste, për shambull? Ko, po jo shumë shpesh, amo apel kërë t'ja nisën bisedës me ta, nuk ka problem, të shumë janë. A ka pasagjerave qetë që nuk flasin, se ka dhe që nuk dojnë heq me një bisedë? Po, unë për vete, pse me provoj punë, ma ti një punë, e ti abden, si të qasë me pasagjerë, dhe atë të filloj biseda, po javë të do që shkojna një tema që për shamë prezerena dhe nuk do të funë, dhe nuk ka farë probleme. Cilat kanë qenë utimet ma gjata, edhe me kilometra nëse i dini? Utimet ma gjata kanë qenë për Prishtinës. Ku është do me thonë destinacioni që ma gjatë që ke pas, personalisht? Personalisht ma gjatë me pas në Tiranë, aeroport, Tiranë qendër, Shkup në aeroport, Shkup qytet. Për rrëth Kosovës nga bjen tëna vendet me shku. Krejt qytetet? Krejt qytetet me që pasagjerët, ose me shku me marë. A është e mundimshme që kjo pjesë, edhe sidomos kur janë qështu që s'folin, a e keni problem heq këtë pjesë? Për shembull me udhëtu 2-3 orë, 4 orë? Po është pak e mundimshme, së është një farë lloj qetësie, apo kupton? A keni pas këse situata? Po, kena pasyne, amo nuk se kësha qytë edhe shumë problema. Ta se do në dikush me nejtë shumë privat, nuk me kull, nuk ka problem. Por juve personalisht, cilt ju pëlqejnë ashtu s'po themi, po cilë pasagjer i merrni ma me qef? Qëta që folin apo qëta që nuk folin? Drejt me thonë, edhe këta që i folin, është një se ta me thonë, ta kalen ditën ma shpejt, apo kupton, edhe nuk e vrejnë fort lodhjen në punë. Unë e drejt me të kallëzu me më shumë kërë pasi me shku me marë, bisedoj me ta, do biseda të mira, që shkanë, qëfar shkollë nga të fyë, që nga përnu, apo ven, edhe shumë të... Për qëfar ti ma flisni ma shumë ti, do me thonë? Për drejt me të regu, për tema e të gjatë rrutinit jetës. Qysh që ka punu, qysh i ka kalë jetë, na bojnë edhe neve, qysh pe kalëni, apo den kene punë me laj njeri, si në rrugë, si në mrena pasagjerët, se dina kënë morë, apo den, nalet, e shet taksi, e thirë. Qka është diçka që ju ka mbet kry gjatë, ose që ka funë telefon ai pasagjerë, ose që ka ndo me juve na histori diçka? Që e mani men, ose e veçani që ose diçka të rënditse që e ka përjetu ajo, ose diçka të mirë? Diçka të rënditse... Pasagjerit, do me thonë këtë rast. Mu ka ndodhë që kom dërgu një pasagjerit dhe Ringilan, edhe shkon me fejurin e vetë, kur ka pas një aksident. Edhe tani ka ndodhë ajo dollë jashtë, orë prej jashtit, edhe kom dërgu të burit time në Gilan. Ajo ka në ndinë që ka mejtë paksin të i. Atëherë do me tonë të regu që e keni pas një situatë këgjatë vështirë? Këgjatë vështirë, këgjatë emocionale, ka qenë. Edhe tani të bisedu nga pasagjerën, të regoj këtë që ka ndodhë rosti.
edhe tani u doftë me pritën ato, që me kthya për Prishtinë, sa e kishon për Gjermani ekstra veç për me shku deri te varrimi të Shqipërisë. A ka qenë e sikletshme ose shukon reagimi i pasagjerës? A kanë të kohën emocionale apo jeni mundu mja hjek ose? Jena mundu pak mja hjek atë fare mërzinë, si ta shuajmë. Jena mundu pak me zbut situatën, po apet dhimbjet e thojna që kanë qenë. Do me thonë këto rrugë që përpunohen, e dim që edhe ma shumë bëhen kolona, sa janë të mundimshme, edhe në cilat rrugë ju ka ra me shku, do me thonë, që janë të punu hala? Para do ditë kam qenë po djeva, e rruga po ditë që është duke punuar. Po. E aty edhe pasagjeri ishte duke shkuar për iftarin, se tash në Ramazan. Edhe tash për hynëm hasëm në kolon. Edhe po shka këta probleme, si te na, si te pasagjeri. Po. Po, besoj që inshallah do pysh shpejt. Këtë pjesën e iftarit e përmend, a ka që po, e më tha që jeni me Ramazan, a ka që po pret një Ramazanin punë? Qysh, apo ju lirojnë, apo qysh po veprani? Na lirojnë gjatë pjesës e iftarit, për është ora për me po iftar na lirojnë, ama ndodhë që jesu me klientë. Edhe nuk mëjna me qenë Prishtinë, mëjna me qenë jashtë Prishtinës, dykon, edhe nuk mëjna me blokirë, dhe nuk po ndalmin në një pikë, dykon, në një restoran, edhe po në iftar, po problem. E pasagjerë të tha që ju thirin për iftar, a ka rase që ju thojnë me prit? 2-3 orë ose sa të rinë të ata që kanë me shku? A ka rase që pritni? Tu edhe ajo, ka duhet, kam shumë pikë, këtë dërgu në Shkop, ka duhet me prit 2-3 orë, është pak i sa me... A është e mundimshme që ja pjesë? është pak e mundimshme, amo është pagesa edhe për atë sa orë prit. Po, për qatë orë, okej. Edhe për qatë orë edhe për me thyrë në venin ku ka mos më thyrë. Po është pak e mundimshme pritja, po ja kaloj. E përmendet që keni probleme, kështu probleme mos themi, po keni mos marrëveshje me pasagjer. A ka ndodhur që e kanë gabu destinacionin ose prej anës t'ju, ose prej aty nuk kanë ditë me tregu ku kanë shku sakt? Mundu me klientit mja po sa ma rrugën ma shkurt, edhe me vri sa ma shpejt në vendin ku ka më shku, duhet që e ka gabu destinacionin, u ma pyt në telefon apo diçka edhe kur kena më rria dhe atë thash qëto nuk është kë veni. Po sa veni më falë dhe të më dërgu tjetë vend, shkoj me dërgojma kur ka falje. A ju boj nervoz që të situata? Se e dim që jem punë, po do të me menagju, po sa ju nervozojnë që të situata? Por ki punë dhe me kom pak ma i qena, dhe me bënu se hasë në laj mire, edhe pedina dhe komunikacioni shumë Prishtinë, po me morë situatën, me qetë edhe kalen gjithë shka mirë. Do me thonë pënolla pak të fillimet, tha që dhe djetë. Qa ka diçka në fillim, kur keni fillu punën si taksist, që jeni përballë diçka, këtë punë në fillim do me thonë i kena dë befasi, na dolin dë punë që na befasojnë. Cilat janë sene që ju kam befasu mas shumë të në fillimet e juve? Unë, kur ja pata nise në fillim, me në isha punën të isha am të mund një dalë, po di mirë me kryu këtë punë, me që klientin në vend, do të këtë qizë nuk i disha. Nuk e keni ditë trut, po që kjo sfida e parë. Po mentimin e klientit, të më tregu pakaj, edhe ka do dhe kena mësue venat që është të nga tregu klientit, tash nuk i problem, tash të që qka vego. A ju ka ndodhë që ju ka prish vetura gjatë orarit punës? Po, orarit edhe me pasagjer, është fjalla. Gjatë orarit punës kanë të dhe që apo prishjes spequj, po najtë që për të kupës. Që është do është me ndalu edhe... Do është me ndalu, nëse kena mëjt me rëgullu e kena rëgullu, po nëse s'kena mëjt, u do është me thirë bazën, me asil në taksi tjetër, me marrë klientin, me kërku falje, edhe me dërgu në vendi ku ka pas me shku, është pas gjithja shumë pak mirë. Që ka reagimi pasagjerit?
reagimi A ka reagu me nervozë se na e sen? Pak, nështë ka reagu me nervozë, po është sene që duhen. Njën sene që duhen, po tani shumë shpejt jena me du me dërgu deri në venin ku ka pos me shkulla dhe si që ka qenë në krinjë. Popa derivate, a ka ndodhë edhe pse tash pompat benzinit po ka kudo? Po a ka ndodhë që ju ka mbet pa derivate? Pa derivate jo, nuk ka ndodhë. Dhe me thonë përgatit me qënë mëngjes? Përgatit me qënë mëngjes i monën pa isjet e punës edhe kjerën e shikojna është plot i pushur me derivate. Po që me dalë gati. Kena dhe vetura elektrike. Online taksi ka të vetura që për momentin asnjë kompani taksi në për qytet nuk i ka. Edhe që mbledh mas shumë të përshtypje kur shkoj në një aeroport Prishtinës, Tiranës apo Shkupit. E hosëm në klientat huj. Edhe kur është veturën befasohet. Po. E ajo është edhe mirë për neve, po edhe mirë për klientin. Për klientin, okej. Që njetë komod, sigurt, që s'ka. Po. Po më intereson me ditë cili tip është ma i letë ose ma i shtirë me punu për pasagjerve, a femrat a me shkujt? A janë me shkujt ma shtirë, me komuniku me... Nështë të kësha A femnat? Pse femnat? Vanun kam pak edhe tani jam përgut. Po, me të gjithë kalojna mirë. Qa ka në i rast ma interesant që e keni përballë, do me thonë me femnat që nështë edhe ju ka dosh me prit me ura? Ka kësi pritje me urë? Me urë s'kisha po, ka do që kom priti ko një 20-23 minuta. Okej, që shu ka në reagimi i pasagjerët? Kanë do që kom prit 20-23 minuta edhe ka pasagjerja, ka kërku folje, edhe kur është cilë shumë e mirë, ma ndryshimet, rëndojtë që do në shumë. Po du me ditë, a ka pas në i rast që ju është mërzit që kjo punë? A ka pas në i rast që keni thonë ju s'moj me punu ma me klienta? Me loj tipet njerëzve? Ka ndodhë dhe ajo, po është puna që pak me qitu vetën edhe gjithë shka me situatër regulluta, nuk ka t'i shka që se qëto punë ka një moment po, normal. Vështira ma, mundu me mja dollë, mas mirë të edhe. Unë po ju falenderoj shumë për kohën që ndojtë si kompani online taksi, po dhe jo personalisht, se ka që ngurojnë, po ka shumë që po ngurojnë me full para kamerës. Faleminderit shumë për kohën. Edhe pjuroj Ramazan në barë, po edhe ditë në barë edhe punë në barë. Në kompaninë e juve. Gjithë kohë për në orën, besoj që kena falim mirë. Po shpresoj edhe onë. Respekt, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Atëherë shikues të televizionit Arbëria, mirë se u kthyem pas storjes së taksistit. Unë po du kolegeve të mia u bë një pyetje se a ju ka nervozuar ndonjëherë do të thonë eksperiencat me një taksist ose me një shofer në taksi. Çu shkan që im përvojat e juve? E dona të përgjigjë në orati. Hajde, cilat e doni po javja për lukse. Valla, Elda, a din qysh është kjo po? Për shembull, disa herë më përpara më kujtohet, unë nuk jam person që s'flas, bëj shumë llaf kështu, edhe nuk është pritoj me nxjerr tema ose nuk shkoj për shembull, nëse do më dënu dikush është vetëm me milon me fol, hiç atëherë kësi rrugë time të gjata, apo kanë herë je tu dosh me ungut se taksi kryesisht përdoret për me mbrin kohë dikon. Edhe ka ndodhur shpesh herë kur isha në disa termine ose takime ose kishëm punë me shku me mbrin në mbledhje, kur na është ndoma përpara terreni gazetarëve kështu. Edhe unë e kisha momentin, kohën, mendin çush më arsëtu, pse më vënu, edhe nisha një asë pyetje për shembull nga shoferi. E kajti ti, se mos po dalëm diçka që jena me zveti. E kajti ki babën, apo punën të mati atë çto dhe ti një herë në një situatë, pa të më thonë që ngam, më fal zotni, po nuk jam në gjendje me të përgjigjen kush është se jam shumë përngut. Tha, po a din tha kush vënohet? Thash, kush vënohet?
kush rrinë në fakt me vonesë, kush ata që gjithë qohen vonë. A di që se diskutime që na kreti dim që vonohemi pse nisemi vonë, po që ka një herë nuk i nerva dhe kohë me ju përgjigjur, ne kam respekt për gjithë secilin që e bojnë atë punë, absolutisht sepse secili ka atë profesionin e vet. Po ka një herë secili ka nevojë për një privatësi dhe vetes ka një herë se gjejnë përgjigje e lemo tjetrit. E doon që shto të paktën. Po menoj që çto probleme në shtami quajt lloji i tillë, zakonisht i hasim këta taksista që janë pak më në moshë. Se këta pak kanë më shumë kohë edhe madje shtjellojnë tema për dallim prej taksistave më të ri që nuk kanë fort edhe ata si na, interes, po besa as kohë dhe nerva. Me thënë që pyetje zot kishin me qenë të njëjta sikur nga të moshuarit dhe shoferët e ri apo jo Elda. Nuk e besoj. Sepse ka të ri që pyesin tema pak më private apo shkon ku po shkon, se po shkon, po të vjetët për shembull dojnë. Punon, çka punon. Po zakonisht eksperiencat kështu më të këqija më kanë ndodhur gjatë kohës pritjes, domethënë derisa kanë ardhur. Që din mu vonu ka një herë edhe me t'i hup që ato terminet, edhe kur të vinë pak si... A keni në rast që keni dojnë prej taksis? A keni në eksirojnë Une personalisht jo. Po pyet për personalisht, po për një shoqe tem që ka dalë kështu në mënyrë të dhënshme vetë, jo pse dikush e ka sit, por diçka do diskutim, po getja ka tregoj që ja ka huq lokacionin. Edhe ja ka zgjat mandej rrugën, po jo me vetë dëshirë, i ka ndodhur që ka dalë dhe ka thonë, ok, prendroj taksin krejt se s'pas ke lidhje ka me shku, po mu personalisht s'm ka ndodhur. Jo, as mu s'm ka ndodhur, ndoshta u kon të ndodh për pak, po për shkak që si tip kështu kam qef pak shpejtësim pak më shumë e du, edhe më ka ndodhur disa herë në disa taksista që i kom thonë shkëme krejt, ma mirë shkëme se... Po dhe... Që kjo se jo. Nuk e di, na kemi me folë temat të ndryshme, Elda, jo vetëm për taksista, për gjitha ato që ka na përkufizojnë neve nga mëngjesi deri mbrëmje, por sot shikus të dashur me kaq po e përmbyllim këtë fillim të emisionit në detaje dhe edhe për emisionet e tjera dhe çdo ditë tjetër do të jemi kështu të fleksibil, do të jemi bashkëpunëtor në mënyrë që të sjellim shumë informacione, shumë tema kronika nga vendet të ndryshme të Kosovës, do dalim edhe jashtë kufeve si do të ndodhë rëndom. Faleminderit shumë që ishim bashkë Doni, Elda dhe Valin me herët që na ka pasqyruar ato terrenet apo jo. Faleminderit. Edhe po shpresoj që nga dita në ditë po kena me sjell një energji sa më të mirë të shikuesit, po edhe storje dhe tema interesante. Padyshim Elda ka shkel koma jam këtu. E bërë të të dona shikus të dashur. Po shpresoj apo jo, bravo e Dona. Edhe Dona na kanë lënë domethënë komën e hajrit. A thosh ashtu të na thonë komën e hajrit, komën e hajrit. Po e Dona, nuk diskutohet kjo punë, Dona jam shumë e lumtur në çit bashkëbisedimin që më bën. Bile pati momente që harrova se jemi në studio krejt. Faleminderit Don, faleminderit Elda. Faleminderit. Suksese në emision. Faleminderit Don, shikues të dashur, do të jemi çdo ditë dhe do të kemi shumë çka për t'ju sjellur. Faleminderit që ishim bashkë. Mos harroni që emisionin e sotëm, çkado që ju ka ikur mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Televizioni Arbëria dhe në Facebook po ashtu. Mbrëmjet e këndshme dhe do të shihemi shumë shpejt, do të shihemi nesër realisht. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.